Mark fol, thash një, si po shkon mësit, e pelu psikën e po ta ba për harë në banë. Thash edhe nuk je doja i qikës, se tjetër kush mësit, në bazë traditë shqiptare, përveç dojë zgjakit qikës, nuk ka drejt kush më konë mësit. Thash e dyta, që po shkoni mi marë nusët mas dreke. Kërkon as në kanon, as në tradit, nuk shkruan që merret nusja mas dreke. Po para dite duhet, me ditë marë. Me ditë marë bëhet për harë, fejesa. I rrethuar nga të gjitha anët me një peizazh kodrinor malor, fshati Dobërdal gjendet në krajinën e njohur si Llapush. Ky fshat bën pjesë në komunën e Klinës, ku pjesa dërmuese e banorëve janë të besimit katolik. E si kanë qenë traditat në të kaluarën, e si janë ato në ditët e sotme, më së miri e tregojnë të moshuarit e fshatit. Mark Pjetër Berisha, plesnore kësaj ane, rrëfen edhe për të kaluarën e këtij fshati dhe peripetit me të cilat ishte përballur ky fshat, e bashkë me të edhe familja e tij. Unë quhem Mark Pjetër Berisha. Ky vend theret Dobërdal. Ky katon është konë katon i vogël, për ka pas një vlerë të madhe, edhe ka pas burrat mlaj këtu, në fshat. Ka konë burrat njoftë. Ka konë Ibrahim Buka, Bardhas Doda, ka konë Dan Novë, ka konë Mal Pjetëri, ka pas të Can Lace, me të një më të shtu me nomin të janë me. I kanë pas një vlerë, cëllën që gjithmonë nuk e kanë dhonë edhe nuk e kanë trëtu venin as tokën e vetë ku kanë jetu. Me tërgu ty tash, unë muj me të shnidhë në gjyna, po të tanë as po të japë. Se o keqë, mu, mas pari mo që mu ka nisë, babgjyshi jem, o vra me 1919, Serbia para thirë. Ajo ka hi e ka djek lugën e drinit thirët atje, disa këtë njofën ato. E ka orë Kaja Shanica, e orë në Dosh, e Knena dhe ka orë në Dobërdal. Kur janë orë në Dobërdal, ka nikë, këta janë shku për Kavasari, edhe aja ushtëri ka dorë të kokë në zonë, këtu me në zonë, me bo batare, me mytë. Edhe ka liftu thirët një vend lejthia që ka. Ka liftu babgjyshën jemë me gjithë vlatë vetë, bëndorë. Kur janë kry lufta i ka njek, ka qëllu dhaze mbeta në Gjurgjëvik. Zefi vogël në Dolës. Edhe ka një që janë të bo luft, edhe në këthy dha ta u ka një mu, e i ka njek ata atëfarë është më tonë bondë, që ka konë ajo konë, për ne konë bondë. Kanë dorë me në qitë fare, e i kanë njek, i kanë qua ne. Mirë pata i kanë pas lajmet, kanë nëmru tjertë dhe kanë arë tjertë tjetër sonë. Më në këthy këta, me morë vesh të shpija shka u bon, a i dëgjën e shka u bon, i kanë zonë, edhe i kanë mytë babë gjyshin temë, ose po i lemë atëherë, baba jem akon me të nonën i lemë, aja mytë me të 19 sene, 1919. Aj me gjithë vla, në Pjetrin, Tëm Pjetri, edhe Nrec Laci. Këta tre janë vra, të dyrët e Bardhas Dodës, 19 sene. Preja saj tani nena u ka flukë se shpi almisor, jemi shkru. E onës sërbe? E onës sërbe. Edhe preja të herit, tani në u kanë flukë ne. E kanë marë talët, migjen edhe babën tem i kanë provoku 100 herë, i herë për arme. Tani, onis puna e balezve, si ka thonë. A konë edhe bali komtar, pa e konë tjetër formë, ta kanë pas tjetër formë. Kur u bon
ato bashk, baba mo në shpe nuk ardhe. Unë e konë i vogël atëherë. Unë e konë kur ka filluar me dalë, unë e konë 6 vjeç. I dishin nona jeme për shembull, dhe dike, i dishin të tjerë të migja e djali hajse, zef molla ata. Mirë, po unë nuk i dishna. Ai pe meje nuk folke, baba edhe më ardhë, me mos folke. Vetë me thonë, shka ke bo, a ke prish në sen, a ke mund gjohë, a ke bo gjohë, se të të gjosë mund të subtojke. Se nuk gjohë ke besi, mos po më dzerë dikush në fjallë mu. A ish, i kish usht punën e vetë, i kish politikën e vetë, edhe ata me të kaldu, 2 ditë bajramit janë kanë liftu, se kanë pas, i ka rrë dikush ja bi silën e bajramit. Pas e u ka që silën, për ka shku ka lamrua, ata i kanë rathu, edhe ajo vra peqit tunë, i qëtash me qëllë dhejtojnë, shijet kodra atje, ku e nërkon ata. Edhe kuj kanë rathu dhe kuj janë zonë, aty janë vra 33 vetë. Shqiptarë. Po ato janë një armet se kanë 3 ditë kanë net aty, 2 ditë e gjysë. Kanë net të liftu, ditë e notë. Tani masa nena nuk ka guxu kush prej burra më shkuvi morë ku fomat ati. Babës tem. Unë e kom pas gjyshe gjallë, nanën e babës. Edhe konë nana jeme gjallë, atë e shushtë kone, ja. E kur e vra baba atje si e vra, edhe janë vra shumë, se jo veçaj janë vra Alimet të Gjëzëvikit, janë vra shumë tjere, Zef Sokoli, Marki, Navin, kjo ka një jagoq, kjo Zef Sokoli. Edhe janë ardhë, e kanë rathu këtu, të përdolin krejtë që më smilonë kush burë më shkua njëna. E janë që 3 gra, 3 femna, gjyshja jeme, ka pas emrin Mari. Shera e Baluks, gruja Bolz, se ne jemi kushërin, ne jemi këtu 2 fe, po 1 vllazni. Edhe akon në rishja e Brajmuks, gruja e qati që akon i mesë, ma i mesë një këtu që të shatë. Këto 3 janë janë shku. E kanë ra këto nuj mirë, si qivë dhe ndalë ati. Ajo ka ndërmje si qivës edhe jaloqët. Di sa dini ju jaloqët. Oshtë të dha pësareve në këtonën. Dena, akon qelio thira i ven. Që ka akon kodra, a i ven akon grop lukë. është ta u thirë qeli. Qatë ven janë bro. Kur janë shku, e ka gjithë ku fomën, po më shka me mo. Jo veç ata, po shumë fomë ka po. Mirë po të vrame në konë edhe partizan aty, me shumit se janë hi pe i dyonme. Thash njona parë se ka dit, a janë ata kundërshtorët, po a janë dvet. E janë vrarë dhe ata nër me vitë. Aty kanë morë zënë se edhe s'disa veti kanë morë në përsiqiu, në iminën të tjera të katonde, e qitë të bani batare për me plotësur numrat se janë vrarë ushtëria aty në atë. E baba jam që aty mu ka vrarë, ka shku gjyshe jeme, me s'pë 2 grasit thash. E ka marë, e kanë prunë babën tem, s'ka këtu burë marë këto. 2 vetë në konë këtu që i kanë shku e kanë maru burën. A ke mujtë me pa ku fomën ti? Ja, së më kanë lejo mu. S'na lejojshin mu ne, se kallëzojnë të mija, nuk besojshin. Tash mija 7 vjetë, mu e nëzirë në fjallë gjithkush. E nuk na lonshin me po. Edhe janë ardhë këtu, në po me nuk ka gudu kush më ardhë me po. Këto, asë një njeri. Pse qaj calë mu hetu, dikush si ka shku, ajo e marshin e bashin batare, fillo shtria. Kur i kanë pru këtu me vërus, dhe ma jeti, shore e kemë qëto, edhe Halil Xema, edhe një tjetë 3 vetë janë shku tinë dhe kanë maru borë.
pa i ditë kush, edhe gratë kanë qu tani, kanë qu atje, këta kanë mlu, edhe baba jem që të vdek. E problemet për familjen e Markut, ku sikur të mos mjafton të vrasja të atit, ishin shtuar pasi pushteti saj kohe kishte urdhëruar që të konfiskonte të gjitha tokat të cilat i përkisnin familjes së tij. E tash, ka u bo këtu, mu shteti më akuzoj me ma morë tokën e babës krejt. Kur? Aja konë që ashtu, ka 1947-48, ligji se kë është konë anë mek i shtetit, e duhet me morë tokën. Edhe u që mune e kom pas një kushëri, se atëhera konë komunja, super komune, si po i thojmë tash, atëhera i thëshin Serez. A konë në Rëvec, kënej Rëveci s'ka pas kërku. E në Rëvec kanë shku, i kanë qu letrat atje dhe kanë thonë, këtina du të me amor tokën krejt, babës tem. Qa ka pas tokë? Na kemi pas tokë shumë, një më shpije modë. E aji kushërini jem, me do të atje hit, ka thonë qysh bëhet me këthy, thot, gruja më barë këtu. Nona, gruja të babës tem, nona jeme, e me shku e me këthyja jam i veti. Se me shka kom i mbajtë mi. Jemi shku na, une me gjatë një vla, pa ajo kon i vogël. E një kon 4 mush, së kon mo, që e ka lanë baba. Vitare ka pas e më naj. Ne jemi kon 3 vlazën e 1 motër, gjyle ka jemi. Mirë, po kur jemi shku në Rëvec, na kanë thirë para gjykate, ti e morë ki po. Sa vjetë i ki, atër i kishë në 8 dishka, gati 9 vjetë. E man me na? Po, e maj men. A ki njohët babën tonë, thësh në jo. Unë i thësh në jo, unë i kështë në njohët, po. Që di unë. Kër më ka vra baba me konë 7 vjetë. A i ki ditë punën e ti s'kom ditë gjaune. Na, s'përzien punë burra, punë. Dhe sot e kom djallin e hajës, s'përzien e punë ti. Ajo zëtë shpije, na kemi tradit. Shqiptarët e kanë tradit, kontalon zëtë shpije të s'përziesh në atë punë. Unë është me iku në politikë, si përre ishtë me të zonë ata dishka me vetë. Edhe më kanë thonë, mo, thot, tokën ty shtetit ta merë se babën e ki pas, anë me këti shteti. Kësë konë baba, a i që shakon që ashtu i kala parët, jo e vratë, po, shka këni tash tjetër me ta jo. Këni me i bon të tërzonë. E mu, ku të në me mlanë mu, ku jetoj unë me 2 vlazën që kom edhe motër, e nanën, e gjyshën, nanën e babës, ku jetoj unë. E atëherë pra, ku do ka, se ish një moj këtë këtë djalli ajë, se kom pas katonit, një këberisha ka pas emnin, edhe ajë në ka një mu fort. Po do të me shru tokën nemen nonës tonë, në grosë ti. Ashtë nejme shqiptarë, me arë dokumentat, nemen të femnes, nuk ka bo ma kikur, as s'ka. Na kemi traditër shqiptare, kjo ne nuk në lejon, më shru nemen të femnes. Mirë po të si ki 18 vjetë, që si kom 18 vjetë, unë në kosha i gjallë i baj, në kosha unë në vlavjen. Nuk lejojmë, thash na, nemen të femnes me tarë dokumenta. S'na lejon tradita, s'na lejon ajo që kemi na ato format e tradit shqiptare, zbanë më ko. Po edhe ty s'po të rukë me ta shkru ty, atër du të me ta monë. A që javë më monë mu, jo se më shka jetë ajo. Moni me shkru nemen temë. Po të tash asë më shkru s'din. Mo nuk di, po, a mo i me dhonë gjyshtë. Edhe më kanë qitë tokën mi veti mu, unë e hala pa i bo, asë 9 vjetë si ka pas, 8 vjetë ashtu. Kjo 40
8-ën, të diku në vonë. E vuajtjet për Markun nuk ishin mbaruar, pasi ati u ndalua edhe e drejta e shkollimit. E sikur mos t'i mjaftonin vuajtjet në fëmijëri, këto probleme e shoqëruan edhe gjatë periudhës së shërbimit ushtarak. Kur se më konë shkollë? Kush s'ka leju? Shteti. Kur? Pse? Se ti je djallë i anëmikit shtetit. Ty nuk lejohet me shku në shkollë. E këta s'ka janë konë nër 5 vjetë, vëllavën që e kom pasë, motën. Kishe qep me shku? Aj, ja kishe qepë une qërëtash se popli jonë një atëherë, po ta vërtetoj kështu edhe është sa hi, si më konë maj dashtën se sot si është. Njëni për tjetër. Në zonëzat si shkoshin shkollë, që janë konë moshatarë une me ta. Se ashin për shkollë ata, kishin me ma pru libën edhe fleturën, shka kanë posë atë ditë në shkollë. Në i mija. Qa kanë mësu, qa kanë bon. Janë mas por janë në Shënvija. Ta një marrë ishë në rëmullak kështu, ti nështë e kupton ato. Në sa por, kërë. A ke mujt ma ndeti mu mësu? E atëherë, tash une ty s'ta merë mene si nuk i kam bili 4 vjetë, po 8 vjeçarën mund shmë më dhonë, saj si ku pa mësu unë atër. Krejt ata të mbi prumë, unë e shënoj këhon, këshyri, mësoj, me bodi kush, vis me kalzu për ata nuk i lonshin as me shku në shkollë, ata se një të mësuju këto. Se nuk më lejëshin, mësusat ishin dytërum, si jo veçune, po ka pasë edhe tjera, pet ka pasë sajone këtu. Nuk o të zojnë, ta mu afru të shkollas, me morë pjesë këtu. Tërë në kini ndihmë? Qëre, këtu, unë po të thamë një. Popli për para është konë ma i varfër. Zenin e ka pas ma të dëpt. Kushtet që janë konë. Besa konë ma e fort, kur të ka thonë po, konë po. Dashnia konë ma e fort, se e ka ndash një tjetën ma shumë. Ka pas dhimë për to. Se thuhet një fjallë popullore, një lejthije ka nda 12 vetë. Merë me menë sa në lejthija. Ajo e shprehja popullit shqiptar që jep. Edhe je konë maj sigurt që s'ka prej. Një kur se Serbi që të zhos banë vis politikë. Që kur si sëtë që është, të mundë, të mundë. Pare e më të shtime vlo. Cala i merdi. Po mas mëromi dhe qaj si merë dhe a i lajke dur diku. Sa ta mas mëromi nuk e lonë, se kalzonaj shka kanë bon këta. E unë e ma zortit të një kom pas, ku me më shku ushtarë. Kalzoj, e kom pas edhe aty shtirë shumë, se po shkoj kanë prej këtunit, krejt dokumentat, qka janë të këtunit, po shkoj kanë komandën e ushtërisë atje ku shkont. Në cilë e veni konë ushtarë? Unë im konë, thirët një vend po zhërëvatë, Sërbi. Edhe të një më shku prej po zhërëvatët, në kufim me Rumuni, edhe gati me Bulgari të Gryka Gjerdapit, u therë ke Velikograd ishta një menor. Atje kom nejtë ma shumë. Në të kam bo probleme? Mu, nërë me të ka dhu, për një 6 muj, për gjithë mramjen, unë në 5-12 vendora një, kom pas me shku të komandanti, nalë, me dhonë intervista. Në pyqje me të marë? Me marë në pyqje. Qyshë konë puna jote, baba jote ku është, më thështë se unë nuk e prenësh nësi kom pas babë, nuk e di. Se mojme. Se shku dokumentat krejt. E tash, ata më mashin pyetje mu dhe shumë i vrojshin që i hekshin. Unë që më ka pështu një se këtu a konë fillu Partia Komuniste. Si parti. Unë nuk më konë të që më konë i pranu. Se së më pranojshin, që kishë në asë drejt me qitë lutin. Po hajë që ishë këtu degës katonit fshatit, e
kish në turnin edhe ja qova një letër prej ushtrije, thëmë, qështu i kom punë. Nëse mund është diqysh me më një mund mirë së mujte, unë i lava dohet. Në mund më shkru para se më ardhë në ushtarë, 6 mund. Se jam i pranum partinë komuniste, e në mund me më dhonë me më nxerë një letër në Komitetin Komunal të Klinës, se tërë ka pa fillu, atëherë ka onë sekretari komitetit Met Kuqi. Edhe e ka mbajt këj mbledhën to, edhe kanë shkru me datë, procesin e mbajtën, me datën, pa ardhë, pa shku në ushtri, edhe e kanë qunë komitet. Dhe të nga vytë se kemi njëjë në ushtarjen të përvoku, dhe ta jo komunist. E Met Kuqi ja ka dhonë më hyrin, që të të në hërshë vullën. Po, ja ka dhonë dhe soj letër, edhe ka morë numrin e komondës teme, e ma ka qunë komondë atje. Mes atë letër, unë të një kom pështu se unë s'ishte të full me mu heq. Pas vdekjes së të Atit, Marku kishte marrëdhënie shumë të ngushtë me djemt të Axhës, me të cilët edhe jetonte. E fati e deshi që atë të bën edhe mes të së njëjtës familje. Qëre, unë jem konë me të tregu, unë përsi mu ka vro baba, unë kom jetu me djeltojës. 2 janë konë, njën e ka pas e më Zef, tjetëri Pashk. Pashk Molla dhe Zef Molla. Molla konë i pjetrit, dhe më thonë baba jem e ka pas ato ajë, që është më thonë miqë, më dhajnë e babës. Edhe na kemi jetu bashkë me tonë. Jam rrit bashkë me tonë, jam martu bashkë me tonë. Edhe ajtë të miki vetë ku ka pas grunët morën të vetën, që aty ma ka feju mu këto. Në ndërmjetësus, të faktë. Boj tash ku nuk i ki mik, si s'është i njoftun, po egzistën, ka egzistu, veç kërkoj fali këto, po këto ka punë, këto që kam vete këto. Se mësit, që shi qëni ju besimi musliman, nuk është me traditë shqiptare. Ja. Se unë i traditat shqiptare, ti ka dzoj krejtë fare janë. Traditë shqiptare gjithkush së mundet më komësit. Edhe me traditë shqiptare nuk bëhat qika për herë në bërë. Se unë e kom YouTube-ën, janë një film si Shqipë si kanë, kur për mërë një sot këtu tash, i kanë morë në për popull, dëmë pelqenë që kanë shku këtë gjemi rrugës, dësë janë kërkonë, s'kom qef ato mi po tjetër kush ato rajnë. Se trisene po të thomë, me tradit, fejesa, ato kriju familje, nuk bëhet në bërë, edhe do të mu pi qajo kafe. Pa u pi qajo, nuk e ka këto. Edhe tokë me ble, nuk blehet në bërë. Asë në orë, asë në vadë. Do të me himrenë, mi bo lafe që është bëhet, mu bo pazari që është bëhet, dikush më kondër me fjallëve, edhe mi u pi kafe, asaj tokë edhe mi a bo për harë. Qika kur të zinët. Nuk të zinët qika veç kolon kusurë. Ja marë mësit, dhe më dhonë, ka që filon, ka bo amanet, filoni po të pranon për me, ka unë qështu. Shka në lypë, mi disa borë shtugjë, ja ba për harë. E për disa nga traditat dhe zakonit e së kaluaras, të cilat nuk përkojnë me ato të sotmen, kush më mirë se më plesnori Mark Pjetër Berisha mund të tregoj. E qëre, këto nuk janë konë për porë. Po, nuk e divre sa i dinë se populli shqiptar mas shumë dhe konë i besimin katolik. Po me arën e Turqisë, të 538 vjetë ka nejë. Me histori që shkruan libra, që aty nështë 35, 33, 38, që i kanë të lujnë atë që po i bojnë, historianë. Me ato, prej divrës bolla ati e sinisë. E tek të në Ferizaj, janë të bomë me zërtë.
për që i ka bo më zërtë, më shpotë. I ka të bu familjen, a do mu bo musliman, ju. Nërshpi familjes ja ka hek kryt zotit shpisë, tjetërt. Edhe atëherë e lëmë, hetë se më së banë. Pse anena nuk ko as në hije, as ka pos beglerë, atje, beglerë s'ko. Ona kënena, s'ka mërë dugazini, s'ka mërë s'ke onë Ferizaj e kënej, këtu ka pos zotni, këtu ka zotnis. Janë konë zotnit, kanë ardhi, kanë marrë të në vonë, unë e moj men, duhet nërë arke të njeke zotnia. Po, sa du janë, që ka të takojnë mu. Zdo shpije, zdo veni, e kënena bo me qef. Ku shoj zoti, Brahimu ka për shemull ose Mal Pietrja, që në konë kësajtë që të njoftu në canë latë, dhe sa gjenë. Ti mu bo musliman edhe me mi bo që të treju, krejt. Kjo tokë është e jotja. Ti kemi morë të jetat. Mes ato, aja bo zotni tash. E kura bo zotni, këta kanë pas me atë quka tina. Për shta kanë hub të atë dita tona shqiptare. Për shta nuk jem të shku, se 2 sene unë e bili mahit në me njo. Këtu është edhe është artisti mira, i lunë, këj Lala ju e dini, unë e lalës. I këmë thonë, thërë lalë 2 sene, që po i banë. Unë po të shëpë, po të kom këzë mërzi, tha pse, marë këllë. Thash një, si po shkon mësit, e peli psikën e po të ba për harë në barë. Thash edhe nuk je doja i qikës, se tjetër kush mësit, në bazë traditë shqiptare, përveç doj zgjokit qikës, nuk ka drejt kush më konë mësit. Thash e dyta, që po shkonim i morë nusët mas dreke. Kërkon as në kanon, as në tradit, nuk shkruun që merët nusja mas dreke. Pse për shembull? Po para dite duhet, me ditë morë. Me ditë morë bëhet për harë, fejesa. Se duhet më konë dita e morë, fillimi ditës. është jeta, do të mu kriju, familje. Mas dreke shka ko, shka me mo mas dreke. E këtu i kanë morë njerëz të vetë, se këtu s'janë popullë shqiptarë. Mas dreke s'meret nusja. Nusja prej shpis ku ka lindë, e ato u bo nuse, duhet me dalë para 12, për me tradit. Edhe mu feju, duhet mu feju para 12. Mi u pi kofja që ja. Atëherë është janë menen, me rrugë, me drejt. Që si banë që to qështu, nuk janë të rrugës. Se shumë vena kanë lujtë, po me kop kanunin me ledzu, se në popullin shqiptar, me 3 llojesh janë do pleshnit. Nuk morën pjesë këso se. Një konë kanuni lek dugazhinit, që janë thirë. E dyta konë shëriati. Shëriati konë i Turkit. Turki i kalon me shëriat. A keni citojnë me shëriat? Kjo është i Turkit. Edhe i ka pas do dënime, i ka pas do krazime, arke të kanuni. Ko gjengota si kanë pas do nena, që thujnë ta me... Me trekës, a? Ha? Me kanuni e lekës? I kanë pas. Se me bona i vej për dëbt, edhe ajtë që të kënë kanëp, ose për vdekje. Edhe kanuni banë për vdekje. Edhe loke hakmorin. E mas atyne ka orë nasipi, a ke niket ta herë me nasip. E jo është me një rashin e cila që konë në gjak s'len, nga të res nuk len, nasipi, po e denon sa ban një gjak. Nëse ja ka një gjak bërë, sa ban një gjak denohet me Sa pare. bën një gjak? A i lanë parët, këta i pajton. Sa për shembull bën një gjak?
Tash me të sudit, se dhe së dhe ko është i këputun. Sot është 50.000 euro, është gjoku. Nëse e vran dikam 50.000 euro. 50.000. Po. E dhora është 25.000. Që e plagos. Që e plagos. Dhe me thonë, ato ka pëso zoti, se gati si dekun. Mirë po, plesnia kur të vjen, e është i gjallë, banë shime. Edhe i lali 25. Që e martesa, duka gjini e ka nërësh, kjo asë nuk kom më aton, asë nuk kom më këton. Që të ku jetojmë na. E na i kemi traditat lapusha gati ma shumë me onë duka gjini. Po veshkeli dishka dhe për jonës drenis. Edhe për jonës drenis, po. Këto tash merën, se që shkoni po. Senet e mira, njeri do të më konë si bleta. Në pas një sen të mirë, në tjetër shtet merre. Se jo në shtet tonë, po tjetër shtet kuftë, merre bire këto. Po në pas një sen të kesë, hupe, largohoj ato. Se njeri mijen, njeri që i meqëm, punën e kese, që është e modhe, e voglën. Punën që e vogël e kese, e hup krejt. Shtathojnë plesnarve për para, se mësë pakon plesnarë që ishin bo shumë gjaqe. Mësë pakon plesnarë që ishin bo shumë nga të resa, se s'kishin ditë me zjetë udhën. Ajo në kështu, ajo kështu. Që lahën gjaqet, për shambull të shën njoni grumë? Tërë tash, për para me kanon, onërësh. Me kanon, kanë thonë se ka bova ki, ja kanë morë njerit gronë, o marë të hupë, ka shkuja kanë morë të shpia. A ka pas faj gruja në këtë rast? Tash aty kush ka pas faj, kanonin nuk e lyp kush ka faj. Po kush e boni fajnë. Të kuptu? Kanë thonë kush shkon pshallaki, shkon gjaki. Qaj zi ka morë gronë, qaj e përgjësi. Se e morë e dhja në të. Jam më të radit. S'kanë mujtë ata me hek kes me lypë kush e boni, kush e njësi, kush. Se pa pas dishka, a ke po, na i livadë kënë borë. Si të livrit bori, dhije se sen gjallë që aty ka, a i veti nuk livrit. Edhe këto senet kur bon, di kush i ka bon, po këto du të mi qitë të në vogë. Që ky katon ku jemi nashtu, që ky mas pari mo, o koni katon i fort, si me mikpritje, si me tradit, si me adete shqiptare, se ku pej Cërëvikit, e tek të na ndodhës, që të mes po talon që të në midis, edhe po shkojmë këninat Keo e Bubavec, nështë a i din këni, tejnë Bubavec, si gati jemi me një princip, me një adet, me një tradit, me krej. Pse jemi në bashkëpunim ton njoni me tjetëri. Nështë a zdia ke po, unë e kom edhe në telefon, për Bajram kër jemi konë këtu, a keni po një të Bajramit, jemi konë. Unë jëmë kohën aty me ta. Na nuk kemi këtu dalime mes feve. Se feja është sen shpirt në ujë. Unë i kom thonë hojës në gojë. Feja është vish sen shpirt në ujë, për shpirt tonë në ki. Në luç e ki për veti. Ne pranosh Zotën, ati ko shumë falë, për anin që të një jo, lumi ti për veti. Se po i beson, edhe ki me pos rrugën matë kalajt, se i beson Zotit. Kush i njek ato rene, i ka senet e mora. Ne kemi këtu një gati, ndash të pomen, po të është në dalashit senet, ndash fejesen, janë mund që shtashune. Për me tradit shqiptore,
fejesa e femnës nuk bëhet përveç në vend ku ka lind femna. Shpet femnës, ku ka lind, sa ty shkon miku edhe ja merr për hajrën, edhe ja pen kafen, edhe është me tradit me lënë diçka në tabak. Mu forcu, hem për shpenzimit që ati si boni që ditë për hatër të misësi si unë të mik, hem me forcu punën se së i lullë më punë. Sot kjo për të apë një peshkirë në gjep, e shko banja për harë, ka pos rast që asë ka pos mes, asë ka pos në fis, asë ka pos në farë, asë ka njuft. Me që jarani mas jaranije dhe ka shku himset e ka dzërë qike. A i jarani me ta. Mirë për më orë të kanuni, e tu pleçnia, me i ka e qikë me mor dikon tjetër, kjo po thot, ma ki një martes bërë. Kofës ka pi të miki. Të miki së konë heqë. Halo, se më falë që po të tamë, besimi musliman, ja shkojnë me ble dukatin edhe me do avadën, që atër qojnë sene. Për para nuk qojnë. Të besimi i popullit shqiptar, nuk po thamë ish katolik. Të besimi i krejt popullit shqiptar që konë, kur e ke feju, vajzën i ke zonë unë se djarit, i s'ki posë qarë palon t'i shka para aty. Me forcu, me vërtetu, se une që të vajzë u feju për djallë të. Po martohen edhe fund me njerë pëndohen. Qa po mendon? Pse pëndohen që të ndorit? Qure, tash, me të ka të shkurt, se sa ma kest hekish me bo një punë, tash njapin marash. Në mash materialin e mirë, armaturën e fort, ti ato kitë sigur që t'ja pi. Kohë se ti, veç e lynë me lëshë, që këtu në herë, si marashë, qashtë të deleja, su kur t'ja po e shka u bo atje në Turqi. Apo i shepallat e tjera në kom, zdi sa katë, nuk orëzu hecë, ato janë bon rash me tukë. Gjëna me tarë, tukë së bjarë gjëna. Unë për veti nuk muja s'mi këshyrë, se me njerë më shtojnë latë, se plesë nuk e presin bojnë. Që më bon aty kemë. Kush i ka posë pojnë? Që shtu janë tu fejesat të tashit, e martesat të tashit. Në qatë moment da pa e njoft ka është, kush është, qëfar ka biljon, se na thojme dhe qëfar suj, ose qëfar udi. Tu na thojme me rëdë edhe gjinve. Në malësi nuk gudzën me përdojë rëdë, po soj. E tash pa e di qëfar ka biljon, djali dhe qika njëftohen në me vetë. A e mirë, do të me diti, kujna është ajo qikë? Po, a kanë faj ma shumë prind që s'interesohen? Ja, prind, nështë se din hisa ta i bonë tinë dhe prindve. Ata prind, kur ta morin vesh prind, këto punë të janë të kryme. Këto veç, se njëna ka bon vakish, tu në ka varë miki, ka tu në tonë me lypë. Me ka unë e marë me ta lypë. Pra djali që i ka e të marrën mesh. Qëre që ka puna. A keni që thujnë, në moje zogit në dorë, në lëshohe. Në mash në dorë, qërë dush lullë me ta. Në lëshosh, s'mu i lullë ma me ta. A mu e ndanë ma. Tash me të sodit, kjo kulturë. Nuk po thamën e që është mrapa metoni kjo. Mrapa metoni e konë qeja para, që në dhonë cukur mocë në thesë, pa e njuth, pa ditë, asë se ka po djali qikën, asë si ka djalin kur, se i ka po lë zotë. Edhe ja ka dhonë joni shoqët. Ka bova ki, më falë shpreje, se po të pranoj sukur ndash si muët e ndash si shka dush, janë konë 7 zonë, 2 gratë i kanë posë, aje dhe këtë tjetër i ka thonë, në mleth mu djallë e ty qikë, ki ma dhonë. Cëllit në lidë për ndojnë. Pa linda ta dy janë feju. Ka pas rast të shqiptarët.
njoni t'i ka linë djallë tjetë e qikë, a i keni pas fjallë që shtu po. A i ka qitë push, kur ka linë si ka le këti qikë ati djallë. Se atëherë që ashtu konë. Edhe Turqia i ka leju, kur të fejohet dikush me qitë push. Kur linë djallë me qitë push. Për vojzë nuk shkru, nuk kërkoj falje, po sërtë. Sërtë të shkru. Pse? Se koha Turqis, vojza është sen që linë në këtë shpi, po kërjerë familjen tjetër shpi. Djali që të ven linë, që të ven kërjerë familje, që aty është vendasë. Apo më kuptonë? Për shtajnë vetë që të qështu. A është pa drejtësi pak për qika? Qëre, për në atë kohë, ka pas pa drejtësi. Nuk mojë me thonë se a shkonë gjuna që kanë bo. Pa atërë s'ka gudzu, as me analë kë, pa as me lëshuaj, ka bova kja ka dhëtë kese, i ka dole dëbë. Atërë konsendet matë e këtu tash, më konë që janë sigur që ka e në të bo shtatërit. Si dinë se si kanë thonë tërzia, dinë që ka tërzia ju. Si rëbasheptat që kanë kep tesha, kanë kep pirëshi. Kanë thonë tërzia 3 herë motë e 1 herë pret. Madja i tregon edhe për ndarjen e trashëgimis në familje, ku thot se tek shqiptarët gjithmonë në hise është përfshirë edhe vajza. Po, për to, që i ke thonë, jo s'bën amën të nonës, Po. se s'pranona. Tash, po mendon që është mirë, për shembull baba mi do tokë edhe qikës edhe djalë, mi dhon hise edhe qikës me shtin hise. Qëre, se edhe në kanon është se ka hise qika. Edhe për para. Po qësh ka hise? Hise në ka qika, nëse dënë qika me pos, këtu neri kanë thonë gjini. Me shkur gjini ku ka lindë, ma shkur të morrit. Si dënë me pos, prind të vetë ku le, hise në tokë si takon edhe shikës, edhe atëherë, edhe tash. Po drejt mjashit të tërkuj s'ka. Edhe përveç nipau, djelë të asoj qike. Që tash boba i djelëve me kanon nuk ka drejt me shku më baru shpitu mikja di. Se është i tjetërit fesku. I tjetërit gjako, nuk e ka gjak ato, përsi ka dhondrë, son gjak. Nipi, po. Nipi në lejojnë dojtë, se nipi të doja është antarë familje. Qika ka pos drejt, nëse dënë, ka pos rase si ka dek burri, kanë me thmija jetima. Qika i ka morë thmin, se ky ku ka jetu këtu, a me djallë tojsa, me mingja, që ka pos këtë djallit, s'ka doshtaj me prenu aty me lanë. Nuk ka dosht me edhon gjeti këta, po kjo s'ka prenu, edhe është shku të dojtë. Ata ka drejt me maru edhe shpinë, ka drejt me marë edhe pjesën e tokës. Për ndryshi nuk e rrugë se marë nga të resa, se tjetëri fes nuk u dënë mu kriju aty. E për shumë që kove të fundit, po ka shumë nga të resa mes vllaznive. Qërë tash me të tregu shkurt se lufta i bat vetat. Lufta ka kalon disa pasoje në njerëz. Ndash psikikisht, ndash fizikisht, ndash me mentalitet trunit i kalon. Nuk janë ata njerëz mos janë. Buka nuk do këtë që kërkon e pora. Dhe lejma tjera. Këtu, për të dashnija si ka orë senet, pak shtetet e jashtme i kanë bo këtu, se të dollë shtetet jashtme.
Tu e marrë një plan të atyna atje. Se njeri nuk mundet qatë seni si të letë, qatë seni mu bëj 10 vjeç mu martu. Ajo do të mi bëj herë një 10 vjetë, tek atëherë martu ajo. Gjelëzia është smoje pa shërim. Është për raportin vlla-vlla, po. Po dhe, gjelëzi, ky për para o konë fjallë turke, hasret i ka thonë, hasretëzi, njëni me tjetër. Tash po i thojnë gjelëz. Pia ki noti pse kuj ko. Kur kanë thonë parë tonë, një sent mirë me pos vlau, nuk vëjtë me thonë ta keshna unë e shto. A i ka vujt me e bëndë. Po thuj, qysh me mujt mu munu me bëndë, dhe unë e njësu kërë pas ka kuj vlau. Atëherë nuk je gjelëz, jetu posef, mu bashkan gjejtë e mu rëthu. Se tuk nuk duhen popli nër me veti, tuk se kanë besën nër me veti, tuk se shkon njoni të tjetëri, nuk ka jetesë e mira, jo. A ka qenë gjithmonë gjështo, a Ja. kohëve të fundit janë? Ja. Për para, qëre, në qëtë fshat ku jem sëd, unë e moj me një herë mas pari mosi, kure të bëshëm drithin, fshenjëshëm gronin, mashëm kalamosin, pasure, shka ka pas në atë vit, që shë konë senja, herë marrë ke mirë, herë, jo. Darë ka lomës i kena përna. Po dhe darë ka lomës, a keni thonë. E si atë të bu driti, edhe thirë kem koj shi për atë darë. I kemi prej për dimin mesh si bojmë për, ne e kojnë thujë po sterma, jo nuk e di që. I kemi thirë goti 2 sofrë bëshëm vlaznia po si po dhe katonin disa për darë po stermës. Një musafir mi orë njoj, një koshije, mik, i lartë. I thirke 2 a 3 ples, a i vetë, se më ka orë mik, i më orë me nejme to, tjerë tonë shkëshin mazdarë këtën. E me nejtë me mik edhe me lujtë. Në konë ato lujnë atë që i lujshin, më falë, lujshin me filxone, në konë për por, ato me kapusa, do gërzikë, cicmicë, që shi thëni ma shumë jo atje. E të li farë luje, të li farë bahije u bajke. Si kam e? E kom një, po a i se e fletë to për mu, nuk o bash i bezë. Unë se a vlerë në ati që thëtë vlau si shka. Se vlau nuk të bëhet kush njëtë, kush. Po baba ki, që te ke shty vlaun me jednu, me aprish zemër tek tëna në atë venin ku moa i s'ka mujtë me bajt. E të kuptu. Po mirë, po duhet mu gjetë gjuha e përbashkët. Pse i thujnë vlau? Vlau është cukur me morë një mullë e me da për gjysë. Që kjo gjysë me këto shka ka ndalim, a kërë një tru, a kërë një ven. Që shtu e në vlaunë. A që thëtë për vlau, ta dish nuk janë sëj, nuk o shqiptari vërtet, është i luhatshëm, nuk e dënë vlazni lokën edhe bashkimin vlaznim bashkim që ka to herët, se s'di një kongë, më t'jo kongë, qyshe mbaj menu në klasën e 3, kur u fëllshin, soncat të i nisën, unë si më konë shkollë kur. Një kongë që u thëj keni vjerë vla me ke vla të ka. A keni? Jemi je i yti jam. S'ke ku më qënë as ku qëj s'kam. Shtrije durën pra vla, besa është kur mës mu do. Besa është mës mu përlo, të mirë edhe të keqe bashkë me do. A konë që që ka po të thamën, që ka po të thamën. Këta e kom vërtetur në kohë luftës. Kështu. Gjenia femnore,
jo si jeti femër. Po është me gjithë zemër ma e fort se moshli. Kur dojnë ata të binë me mund, të vinë në rash, su dur qështu, që ta pëta. Femërës mja ka bjallin për dore, se unë kom qëllu me njerës, kemi qëllu ka 2000 vetë, 3000 vetë një vend. E mja ka policia. Jashtë me e mytë se nuk e lëshoj kepi dorë. Baba i vetë si nike që erdhen, që të këtë baj këtë tim, qajke. Hande tash, a patën qif këta. O kjo se lëshoj. Motrët janë dashnë për vëllohë, për të kalzoj. Ku do tjetë? Pa dallim, edhe për prind. Është e dashnë. Edhe djelët janë dashtë në kohë që ki halal e ki tonë. Nëse dëllaj me jetu masane se argat, a keni të thonë, duhet djallit ma fort se djalli ytë. Pse? Se mi këthe në argat, taj se qështë ma ban djalli muj, ha ban a i këti tani. Për shambull, pëjqojnë dëmë, pilojnë vetë, po dalin me banu me shëra. Po. Qa i thu kësaj pune? Qëre, matë se këtë nërë falë që ndrysh, po unë ato si flasë. Se ka posë raste, kërkoj fali, s'ka për tëmë, se je ka vra baba djalli. Edhe ka vra djalli baba. Unë e di dy ato raste ku jam. Po kur artu plaki me vetë, ata që jenë konë të mesëm, kërkoj fali, s'ka për tëmë tash, thoti ja, s'monet më konë. Se qaj djallë që je ka vra që të babë, nuk ka koni që ti babë. Se babë s'tonë s'muj bjallëti, a s'muj bje push, me të adhonë krejt dy jonë. Ose koni ti hecë. E këto kërkoj fali, s'ka për tamë. Edhe në kundër të që tash tjetër. S'mune gjaki ytë. Në gjak tonin s'mune shkur. A edhe shko gjaki. Atë ka bova kina herë me pas me kap gjake me qitë në dishka edhe qiti ujë për minë. A përzijet ujët me gjake. A? Nuk përzijet. Sa të dush qiti ujë, gjaki ka mu lidhë vetë, ka mu bo. Si më strehet në tjera kojde. Se dy bostona nuk i qëtë dola. Të srejnë janë rëmullak ata. Mës të hapët shumë huj. Ta merë drejtimin e tradit shqiptarit, popër shqiptar, punon për shqiptarizëm, shkoj për para Kosova, i shkepun. Nuk o të i besu sot njoni tjetrit tash, shiketi tash, pa po do mi besu shkallë ta, po do mi besu Malazezi ta, kuj po do mi besu? E tash më falni, ju e keni besimin musliman. Feja është feje, feje nëse lëshë. Shpo të lëshë. Po besimin edhe kombin më sepë.